Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Diplomatja amerikane Kimberly Guilfoyle ka zhvilluar një vizitë në Tiranë për të finalizuar një projekt energjetik me vlerë $6 miliard. Projekti synon kthimin e Vlorës në një nyje strategjike për gazin natyror në rajon. Marrëveshja përfshin bashkëpunimin mes Shqipërisë, Greqisë dhe investitorëve amerikanë. Diplomatja amerikane në Athinë, Kimberly Guilfoyle, ka zhvilluar për herë të dytë brenda pak javësh një vizitë në Tiranë, ku është takuar me kryeministrin Edi Rama. Takimi u zhvillua në kuadër të finalizimit të një projekti të madh energjetik me vlerë rreth $6 miliard, i cili përfshin investitor grek dhe amerikan dhe synon transformimin e infrastrukturës energjetike në rajon. Në fokus të marrëveshjes është qyteti i Vlorës, i cili pritet të kthehet në një port strategjike për importin e gazit natyror të lëngshëm në Ballkanin perëndimor. Projekti synon ndërtimin e një sistemi të integruar energjetik që do të rrisë sigurinë e furnizimit dhe do të forcojë rolin e Shqipërisë si nyje ndërlidhëse në rajon. Çfarë nderi është të jemi këtu në Shqipëri, një partner i palëkundur i SBA-s, një vend me rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për Ballkanin dhe Europën, kramikut ton shumë të mirë, kryeministrit Edi Rama. Shqipëria dhe Greqia janë më shumë se sa fqinj, ata ndajnë interesa të sigurta dhe një bashkëpunim në rritje ekonomike. Kur SBA-ja, Greqia dhe Shqipëria punojnë së bashku, i gjithë rajoni i Ballkanit perëndimor përfiton. Energjia që është thelbi i kësaj marrëveshje mbështet vizionin e presidentit Trump për dominancë energjetike. Jam e frymëzuar nga ajo se çfarë kemi arritur deri më tani. Kemi sot një marrëveshje të jashtëzakonshme që do të sjellë më pas një investim shumë të madh, teknologji moderne dhe marrëveshje për furnizime. Pra Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Evropën juglindore. E nuk mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja Guilfoyle. Pra, të nevojës son të dyja palëve të Shqipërisë të Greqisë për të forcuar lidhjen ton dhe për të forcuar bashkëpunimin ton në shumë mënyra, por posaçërisht sa i takon furnizimit me energji, prodhimit energjetik dhe rezistencës e pavarësisë energjetike. Duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës e fluksi energjit shkon përmes Ballkanit perëndimor, kontribuon në stabilitetin e rajonit dhe ndikon në sigurinë energjetike të fqinjve, dhe kjo është diçka që vërtet na bën shumë krenar dhe na bën të ndihemi shumë të nderuar. Nga ana e tij, kryeministri Rama i cilësoi marrëveshjen si një zhvillim të jashtëzakonshëm për vendin, duke theksuar se Vlora do të shndrohet në një pikë kritike energjetike për Europën juglindore. Kemi sot një marrëveshje të jashtëzakonshme që do të sjellë një investim shumë të madh. Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Europën juglindore, e nuk u mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja për atë nevojës son të Shqipërisë dhe Greqisë për të forcuar bashkëpunimin ton, posaçërisht sa i takon prodhimit energjetik, duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës. Kjo është diçka që na bën të ndjehemi shumë krenar. Marrëveshja parashikon krijimin e infrastrukturës për importin e gazit natyror të lëngshëm, i cili më pas do të rigasifikohet dhe shpërndahet në rrjetin energjetik. Projekti përfshin gjithashtu ngritjen e një qendre energjetike në Vlorë, rjetëzimin e implantit ekzistues, zhvillimin e kapaciteteve të reja me 250 MW në ndërtim të tubacionit Fier Vlorë që do të lidhë zonat kryesore të furnizimit me rrjetin energjetik kombëtar. Janë hapur për qarkullim 6 kilometrat e para të zgjeruara të autostradës Tiranë-Durrës, tashmë me 4 korsi. Projekti do të vijojë me zgjerime të tjera në segmentet kryesore, ndërsa punimet pritet të përshpejtohen. Qeveria paralajmëron edhe vendosjen e pagesës pas përfundimit të plotë të rrugës. Janë vënë zyrtarisht në funksion 6 kilometrat e para të projektit të autostradës Tiranë-Durrës, i cili nga sot janë hapur në të 4 korsit për qarkullim. Projekti infrastrukturës vijon ndërkohë që në disa segmente të tjera me synim për të lehtësuar trafiku në një nga aksat më të ngarkuara të vendit. Sipas Ministrisë Infrastrukturës, aktualisht punimet janë në fazën B, që përfshin nyjen e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimit. Ministri ka bërë të ditur se ky segment është pjesë e një ndërhyrjeje më të gjerë që synon modernizimin e plotë të aksit Tiranë-Durrës. Ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit
dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Ndërkohë, pjesa tjetër e autostradës deri në Durrës e planifikuar fillimisht të nisë në 2027 pritet të përshpejtohet. Sipas deklarimeve zyrtare, punimet mund të nisin që brenda këtij viti, duke afruar afatin në vitin 2026. Ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që menjëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e pranishmit kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Gjatë inspektimeve të punimeve, vëmendje i është kushtuar dhe projektit që lidhen me korridorin blu, konkretisht segmentit Milot-Ballldren dhe Kashar-Lekaj. Ne kemi Kashar-Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të opondencës teknike. Milot-Ballldreni është në fazat përministër, është në fazat përmbyesje të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. Këto segmente konsiderohen të rëndësishme për lidhjen e zonave veriore të vendit dhe për zhvillimin e turizmit, sidomos gjatë sezonit veror, duke ndikuar në lehtësimin e qarkullimit në të gjithë bregdetin Adriatik, përfshirë zonat e Shkodrës dhe Lezhës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë për trajtim të njerëzor ndaj Ilir Metës në Paraburgim. Ai tha se ndaj kreut të Partisë së Lirisë është ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike me urdhër politik. Berisha kërkoi gjithashtu që seancat gjyqësore të jenë publike. Kryetari Sali Berisha ka deklaruar se ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta është ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike gjatë qëndrimit në Paraburgim. Në një konferencë për mediat, ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka dhënë urdhër për trajtim të njerëzor ndaj Metës, duke e konsideruar këtë si një veprim të motivuar politikisht. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet njerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitorturë të Këshillit të Europës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive antikushtetare ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik. Berisha u shpreh se përjashtuar rastet kur hetimet prekin sigurinë kombëtare, të gjitha seancat gjyqësore duhet të jenë të hapura për publikun në funksion të transparencës dhe kontrollit demokratik. Dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë, përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Kur një seancë bëhet të mbyllur, bëhet për qëllimet të sekretit shtetëror dhe asgjë tjetër nuk mund të mahet trehur nga mediat dhe publiku. Në të njëjtën dalje publike, Berisha konfirmoi kandidimin e tij në zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të parashikuara me 23 maj, duke theksuar se ai është i vetmi që mund të bëjë ballë qeverisë aktuale, e cila e akuzon për organizimin e farsave elektorale. Në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike. Në një kohë kur Partia e Krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një votë të vetë. Ata që duhet zgjedhje duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë, ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Ai komentoi gjithashtu edhe debatet e fundit politike brenda mazhorancës, përfshirë përplasjet mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetes Elisa Spiropali gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke cilësuar ato si tregues të tensioneve të brendshme në qeveri. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë. Në mbyllje, Berisha theksoi se vetëm protestat paqësorë të vazhdueshme mund të sillen ndryshimin e pushtetit aktual. Ai e konsideroi protestën e paralajmëruar me 8 maj si një hap të ri në përpjekjet e opozitës për rrëzimin e mazhorancës në pushtet. Ish-ministrja Elisa Spiropali ka reaguar publikisht pas paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama për përjashtimin e saj nga grupi parlamentar socialist. Ajo thotë se nuk do të hesht për mënyrën se si funksionon partia dhe shteti. Debati vjen pas tensioneve të brendshme në Partinë Socialiste.
Ish ministri e jashtme Elisa Spiropali ka reaguar në rrjetet sociale pas paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama për përjashtimin e saj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nëse vijon me kritika publike ndaj mënyrës së funksionimit të partisë dhe qeverisë. Në një mesazh të publikuar në Facebook, Spiropali ka theksuar se heshtja në një situatë të tillë nuk përbën maturi, por dorëzim. Nëse qëndrimi im për mënyrën se si po funksionon partia, qeveria, shteti, konsiderohen arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto. Spiropali nuk e quan sulm, por kritika për modelin që Partia Socialiste në qeverisje po ndjek. Nëse në një forcë politike që ka lindur si projekt emancipimi kombëtar, kritika trajtohet si devijim, atëherë problemi është më i thellë se çdo debat, është krizë kulture politike. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen, është faj, atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh zgare merit brenda e jashtë partisë, është faj, më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model drejtokracie ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ që nga mungesë disipline, më përjashto. Në të njëjtën kohë, ajo ka mbrojtur edhe vendimin e saj për të mos marrë pjesë në seancën plenare ku urrëzua kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke lidhur qëndrimin e saj me parimet institucionale dhe jo me konflikte personale. Kur refuzimi për të bërë pjesë e një automatizmi votash në parlament interpretohet si largim nga grupi, atëherë problemi nuk është disiplina, por ideja se bindja kërkohet e verbër, pa arsyetim, pa marrë parasysh pasojat. Kur refuzohet bindja si nuk po mbrohet uniteti, por po kërkohet nënshtrimi. Në përmbytje të reagimit, Spiropali ka theksuar se debati aktual nuk është çështje individuale, por lidhet me mënyrën se si po kuptohet dhe ushtrohet politika. Ajo ka ngritur disa pyetje mbi funksionimin e pushtetit, duke paralajmëruar për rrezikun që kundërshtimi politik të trajtohet si kërcënim dhe jo si pjesë normale e demokracisë. Një formacion politik ku askund nuk kundërshton nuk është i fortë, është i heshtur dhe duhet ruajtur nga zgripi. Heshtja politike ka qenë gjithmonë paralajmërimi së keqes. Jo rrallë, nuk trem forca reale e kundërshtarit, trem jehona që i bëhet frikës. Nëse nuk dakordsohemi, as për kaq, më përjashto. Nëse nuk respektohet e drejta të flas, madje dhe të bërtas, kur familja ime politike fillon të ketë frikë nga fjala, nuk ka dilem, zgjidhja është një, më përjashto. Debati vjen një ditë pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kur kryeministri Rama paralajmëroi publikisht përjashtimin e saj në rast të vijimit të kritikave ndaj partisë në hapësirat publike, duke reflektuar tensione të dukshme brenda kampit qeverisës. Një ditë pas seancës ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, avokatit i mbrojtur ka ngritur shqetësime për zhvillimin e procesit gjyqësor. Ai kërkon hapjen e provave, heqjen e kafazit dhe lijimin e kamerave në sallë. Sipas tij, këto janë kushte minimale për një proces të rregullt ligjor. Një ditë pas zhvillimit të seancës gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, avokati i tij, Plaren Ndreca, ka reaguar publikisht duke ngritur një sër shqetësimesh mbi mënyrën se si po zhvillohet procesi. Në deklaratën e tij, Ndreca thekson se janë paraqitur 3 kërkesa bazike që sipas tij do të vendosin çështjen në standardet e një procesi të drejtë dhe profesional. Ai kërkon hapjen dhe verifikimin në sallë të 35 fashikujve me prova digjitale, të cilët sipas mbrojtjes rezultojnë ende të pahapura. Nga ana jon, u paraqitën kërkesa bazike për një proces të rregullt ligjor. Kërkuam që gjykata të sillte në sallë 35 fashikuj me prova digjitale, të cilët rezultojnë të pahapura dhe të konstatojë ky fakt në seancë. Prova që nuk janë hapur, nuk janë parë dhe nuk janë vlerësuar as nga gjykata e seancës paraprake. Megjithëse, ajo ka marrë vendim mbi to. Kërkuam gjithashtu që këto prova të viheshin në dispozicion të mbrojtjes, pasi nuk janë administruar kurrë prej saj, ndërsa zoti Velia jo vetëm që nuk i ka marrë, por nuk ka asnjë mundësi teknike të njëjtë me to. Reagimi i gjykatës ishte tronditës, e injoroi këtë fakt, e konsideroi të ezauruar kohën e mbrojtjes për njohjen me aktet, refuzoi çdo verifikim, nuk solli fashikujt, nuk konstatoi gjendjen e tyre dhe ndërkohë as vet nuk i ka hapur dhe nuk është njohur me to. Një tjetër pikë e fortë e reagimit lidhet me kushtet në sallën e gjyqit. Ndreca kritikon qëndrimin e prokurorit Olse Dado, i cili sipas tij ka krahasuar kafazin për xhami ku qëndroni pandehuri me një hotel me 5 yje.
Në të njëjtën linjë, u refuzua pas një argument edhe pa bazë ligjore kërkesa për transmetimin e seancave në kundërshtim të hapur me kushtetutën dhe në praktikën e gjykatës kushtetuese. Po ashtu, u refuzua e drejta e zotit Veliaj për të qenë në kushte dinjitoze dhe të barabarta me palën tjetër përmes eliminimit të qëndrimit në kafazin e xhamit, një kërkesë që u trajtua në mënyrë cinike dhe arrogante nga akuza, duke krahasuar me një qëndrim në hotel me 5 yje. Në përfundim të reagimit të tij, avokati shprehet se seanca e 27 prillit ka nxjerrë në pa një rrezik serioz për sistemin e drejtësisë, duke cilësuar atë si një mekanizëm që shmang përballjen me faktet dhe të vërtetën. Sipas tij, kjo situatë ngre pikpyetje mbi funksionimin e drejtësisë dhe respektimin e parimeve themelore ligjore në vend. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar të mos qëndrojë në kafazin e qel gjatë seancave gjyqësore. Gjykata ka planuar kërkesën dhe ka vendosur që ai të qëndrojë pranë avokatit. Vendimi u mbështet edhe nga prokuroria. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur në seancën gjyqësore në kuadër të procesit për çështjen e koncesionit të sterilizimit, ku fillimisht është faqur në kafazin e të pandehurve. Gjatë seancës Beqaj ka kërkuar për herë të dytë që të mos qëndrojë në këtë hapësirë të mbyllur, por të ulet pranë avokatit të tij mbrojtës. Kërkesa e tij është shqyrtuar nga trupa gjykuese e përbërë nga gjyqtarët Rudina Palloj, Irena Gjoka dhe Erion Çela, të cilët kanë vendosur ta pranojnë. Sipas vendimit, në seancat e ardhshme Beqaj do të qëndrojë jashtë kafazit të qelq pranë mbrojtjes ligjore, duke ndryshuar mënyrën e paraqitjes së tij në sallën e gjyqit. Gjykata ka argumentuar se vendimi është marrë duke marrë parasysh disa faktorë, përfshirë faktin që në këtë proces Beqaj është i vetmi i pandehur, sjelljen e tij gjatë seancave, si dhe faktin që ai nuk po gjykohet me masën e sigurisë arrest në burg për këtë çështje konkrete. Për zbatimin e vendimit është kërkuar edhe që drejtoria e burgjeve të sigurojë që shoqërimi i tij të bëhet jashtë kafazit në sallë. Nga ana e prokurorisë, përfaqësuar nga Edvin Kondili, nuk është paraqitur kundërshtim ndaj këtij vendimi. Prokuroria ka sqaruar se masa e arrestit në burg ndaj Beqajt lidhet me një tjetër procedim penal dhe jo në çështjen aktuale të sterilizimit. Në dosjen e njohur si sterilizimi, Ilir Beqaj po gjykohet për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe pjesëmarrjes në një grup të strukturuar kriminal. Në këtë proces janë përfshirë edhe disa persona të tjerë, mes tyre ish zëvendës kryeministri Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, të cilat janë gjykuar më herët në procedurë të shkurtuar dhe për disa akuza përfshirë të grupit të strukturuar kriminal. Gjykata ka dhënë vendime të ndryshme për ta. Vendimi i fundit i gjykatës shënon një ndryshim në mënyrën e zhvillimit të seancave për Beqajin, duke lejuar atë të ndjek procesin në kushtet më të hapura brenda sallës së gjyqit. Policia ka gjetur prova të rëndësishme në lidhje me ekzekutimin e çiftit Mujeci në Balltren. Në një banesë në Torovic është sekuestruar një automjet i dyshuar i përdorur nga autorët. Hetimet kanë identifikuar edhe disa persona të shpadhur në kërkim. Policia e shtetit ka intensifikuar hetimet për zbardhjen e ekzekutimit të çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Ngjarja ndodhur në 26 prill në aksin Balltren-Torovic. Gjatë kontrolleve në fshatin Torovic, në banesën e një shtetasi është gjetur një automjet i Volkswagen Polo pa targa, i dyshuar si mjeti i përdorur nga autorët për kryerjen e krimit. Nga hetimet është shpadhur në kërkim dhe bashkëpunëtori i dyshuar, Vesnik Kolndreu. Nga mbikëqyrja e mjetit të sekuestruar, policia ka gjetur 2 gozhoja të modelit 56, ndërsa automjeti rezulton me dëmtime në xhamin e pasëm dhe në pjesët anësore, çka forcon dyshimet për përdorimin e tij në atentat. Paralelisht, grupi hetimor ka sekuestruar dhe pamje të kamerave të sigurisë që dokumentojnë lëvizjen e viktimave dhe autorëve përpara ngjarjes. Sipas këtyre pamjeve, viktimat janë ndjekur në banesën e tyre në Torovic deri në një lokal në Lezhë ku kanë konsumuar një kafe. Në filmime shihen 2 automjete, Audi A4 dhe Golf 5, pa targa që ndjekin çiftin gjatë gjithë internerarit që qëndrojnë në afërsi të lokalit. Më pas një prej mjeteve largohet, ndërsa tjetri vijon ndjekjen deri në momentin e kthimit të viktimave. Hetimet kanë çuar në identifikimin e 3 personave të dyshuar, Florian, Renato dhe Adriano Mhillaj. Ky i fundit rezulton i shpadhur në kërkim prej disa muajsh nga policia e Shkodrës për një tjetër ngjarje me armëzjarri në fshatin e tij. Sipas hetuesve, 22 vjeçari dyshohet se ka vazhduar aktivitetin kriminal dhe gjatë kohës që ishte në kërkim, duke komunikuar me bashkëpunëtor për planifikimin e atentatit. Po ashtu, automjeti Audi A4 i përdorur
në këtë ngjarje dyshohet të jetë i njëjti që është përdorur dhe në një tjetër konflikt të mëparshëm në Shkodër, çka shton dyshime për përfshirjen e një grupi të strukturuar kriminal. Çifti Mujeci, prindër të 4 fëmijëve të mitur, u përcollën për në banesën e fundit në Torovic. Ata u ekzekutuan me breshëri plumbash në një atentat të dyshuar për motive gjakmarrje, që sipas hetimeve lidhet me një konflikt të vjetër mes familjeve. Zanafilla e konfliktit daton rreth një dekadë më parë, kur një përplasje e çastit mes palëve degeneroi në dhunë dhe viktima. Më pas, ngjarja ka kaluar në disa procese gjyqësore, ku në vitin 2018 të pandehurit u shpallën të pafajshëm për mungesë provash. Vendimi u la në fuqi edhe në apel, ndërsa në vitin 2024 Gjykata e Lartë e Shqipërisë ka rikthyer çështjen për gjykim në apelin e përgjithshëm të Tiranës, ku ende nuk është caktuar data e njësisë së procesit. Të tjera detaje janë zbardhur nga arrestimi të shumë kërkuarit Ervin Mata në Brazil. Ai fshihej prej vitesh duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe identitete të ndryshme. Meta pritet të ekstradohet drejt Shqipërisë, ku akuzohet për trafik ndërkombëtar droge. Të tjera detaje kanë dalë në dritë lidhur me arrestimin në Brazil të shumë kërkuarit Ervin Mata, si edhe në mënyrën se si kishte arritur të shpëtonte drejtësisë për disa vite. Sipas burimeve zyrtare, Interpol Tirana kishte më shumë se 2 vite që dispononte informacione për vendodhjen e tij në Amerikën Latine, konkretisht në Brazil, ku dhe u finalizua operacioni për arrestimin e tij me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Mata kishte ndërtuar një rrjet të tërë identitetesh të rreme për të shmangur identifikimin. Në momentin e arrestimit, atij u sekuestruan disa dokumente të falsifikuara, përfshirë dokumente britanike, një pasaport bullgare dhe një kartë identiteti bullgare, të gjitha të dyshuara si false. Po ashtu, ai mbante edhe një kartë identiteti të Paraguayt, ku figuronin të dhënat të rreme, përfshirë vendlindje në Mbretërinë e Bashkuar, dokument që dyshohet se përdoret për lëvizjet e tij në rajon. Sipas policisë, Meta tentoi të paraqitej si shtetas paraguajan në momentin e ndalimit, por u identifikua nga autoritetet fal të dhënave dhe imazheve që dispononin për të. Pas identifikimit të identitetit, ai u dorëzua pa bërë rezistencë. Ai u arrestua në një lokal në periferi të San Paulos pas informacioneve se një person i shpadhur në kërkim ndërkombëtar po lëvizte në atë zonë. Gjatë operacionit, Mata u kap së bashku me disa persona të tjerë të dyshuar si shtetas të huaj, çka kanë ngritur dyshime për shtrirjen ndërkombëtare të rrjetit ku ai dyshohet se bënte pjesë. Atij u sekuestruan gjithashtu 2 telefona celular, të cilët pritet të analizohen për të zbuluar lidhje të tjera të mundshme kriminale. Spake ka shpadhur në kërkim ndërkombëtar që prej vitit 2023, duke akuzuar për përfshirje në trafikun e sasive të mëdha të kokainës dhe drejtimin e një grupi të strukturuar kriminal që operonte në disa shtete. Autoritetet shqiptare pritet të vijojnë procedurat për ekstradimin e tij, ndërsa hetimet mbeten të hapura për zbardhjen e plotë të aktivitetit të këtij rrjeti. Policia ka finalizuar 2 fazat operacionit Network kundër shfrytëzimit për prostitucionin në kryeqytet. Janë arrestuar shtetas të huaj dhe janë vënë në hetim disa persona të tjerë, përfshirë pronar banesash me qira ditore. Hetimet vijojnë në disa zona të Tiranës. Policia e shtetit ka finalizuar 2 fazat të tjera të operacionit të koduar Network, i fokusuar në goditjen e veprimtarive që të shfrytëzimit për prostitucion në zona të ndryshme të kryeqytetit. Operacioni është rrirë në disa apartamente të marra me qira ditore, të dyshuara si ambiente të përdorura për ushtrimin e kësaj veprimtarie të kundëralishme. Në kuadër të kontrolleve në rrugën Yazidemi, është arrestuar një çift shtetash ukrainas, të cilët dyshohen se kanë shfrytëzuar për prostitucion një 23 vjeçare ukrainase. Kjo e fundit është ndaluar gjithashtu nga policia dhe po hetohet për veprën penale të prostitucionit. Në një fazë tjetër të operacionit, uniformat blu kanë arrestuar edhe 4 shtetase me shtetësi kineze, të cilat dyshohet se ushtronin prostitucion në 2 apartamente të ndryshme, një në zonën e Vasil Shantos dhe një tjetër në rrugën Vajngjush Furxhi. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu edhe disa persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në rrjet, mes tyre pronar të 3 apartamenteve të dhëna me qira ditore, si dhe 2 shtetas që dyshohet se kanë përfituar nga kjo veprimtari e palishme. Në total, 5 persona janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Sipas policisë, apartamentet e përdorura ishin marrë me qira afat shkurtër dhe dyshohet se shërbenin si ambiente të përshtatura për aktivitetet palishme, duke shmangur identifikimin e lehtë nga autoritetet. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e veprimeve ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet. Eci me të tjera zhvillime, Kosova përballet me një afat vendimtar për zgjedhjet e presidentit të ri, teksa mesnata e së martës shënon fundin e afatit kushtetues. Dështimi për të zgjedhur kreun e shtetit do të çonte vendin në zgjedhje të parakohshme brenda 45 ditësh. Procesi është shoqëruar me tensione politike dhe bojkot nga opozita.
Kosova ndodhet në një moment kritik politik, teksa po skadon afati përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri. Nëse kuvendi dështon për zgjedhjen e kreut të shtetit brenda këtij afati, vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen brenda 45 ditësh. Seanca e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit nisi mbrëmjen e së hënës, por u zhvillua në mungesën e deputetëve të opozitës, të cilët vendosën të bojkotojnë procesin. Pavarësisht kësaj, lëvizja vetëvendosje vijoi me procedurat, duke propozuar si kandidate për presidente Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën. Votimi u mbajt edhe pse në sallë nuk ishin të pranishëm të paktën 80 deputet, numri domosdoshëm sipas legjislacionit në fuqi për vlefshmërinë e procesit. Ky veprim ka shkaktuar reagime të forta në opozitë. Kryetari i Partisë Demokratike e Kosovës e cilsoi nisjen e votimit pa kuorumin e nevojshëm si një puç kushtetues. Sipas tij, procedurat nuk mund të vijojnë drejt raundeve të tjera pa u përmbushur fillimisht kushtet ligjore të raundit të parë. Në të njëjtën linjë, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka akuzuar mazhorancën për shkelje të rendit kushtetues. Kryetari i saj, Lumir Abdixhiku, deklaroi se veprimet e fundit përbëjnë një përpjekje për përmbysjen e rendit demokratik në vend. Pavarësisht përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje kompromis, partitë politike nuk kanë arritur ende të bien dakord për një kandidat të përbashkët për postin e presidentit. Situata mbetet e tensionuar dhe e paqartë ndërsa ora po afron drejt përfundimit të afatit, duke rritur mundësinë që vendi të përballet sërish me zgjedhje të parakohshme dhe një periudhë të re pa sigurie politike. Të nderuar teleshikues, sot jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona qendrore priten rreshje të lehta dhe të shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngjashëm dhe rreshje të dobta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 13 deri në 22 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 22 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 23 gradë Celsius, Durrës 14 deri në 21 gradë Celsius, Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius, Elbasan 15 deri në 23 gradë Celsius, Berat 13 deri në 23 gradë Celsius, Korç 8 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 23 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius, Sarand 15 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 29 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu në disa zona dhe vranësira të shpeshta. Paraditja do të ketë rreshje shiu në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me alternime mes vranësirave dhe intervaleve pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 21 gradë Celsius, Pej
10 deri në 19 gradë Celsius. Prishtinë, 7 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 10 deri në 24 gradë Celsius. Malishev, 9 deri në 22 gradë Celsius. Gjilan, 8 deri në 21 gradë Celsius. Ferizaj, 8 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 19 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 22 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 21 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.